Deputeti demokrat Dashnor Sula ka treguar pra paskenat e prishjes së marrëveshjes me Adriatik Lapaj, pasi u largua nga Partia Demokratike për t'ju bashkuar koalicioni Shqipëria Bëhet në zgjedhjet e 11 majit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Sula u shpreh se koalicioni Shqipëria Bëhet është një kurth i Sali Berishës që të mbledh votat e së djathtës. Kjo Shqipëria Bëhet që kërka një kurth i doktor Berishës për të mbledhur votat të djathta që vetë zoti Berisha nuk arrin t'i mbledh, dhe duket se pas ka gjetur një talent të ri të mashtrimit si të atyre sekteve që premtonin takime me Zotin. Sipas Dashnor Sulës, Berisha po planifikon të ndaj votat me Adriatik Lapaj dhe kjo shprehet sipas tij e bën Ramën mbret. Po, Berisha është hajmalia e fatit të Edi Ramës. Plani i Berishës për t'i ndarë votat e djathta mes tij dhe Lapajt i japin Ramës jo mandatin e 4, por e bëjnë mbret. Ai theksoi se kreu i Partisë Demokratike nuk dëshiron që të fitojë zgjedhjet e 11 majit, por sipas tij ka synim të krijojë një grup parlamentar me besnikët e tij. Berisha në 11 maj nuk do të fitojë zgjedhjet. Ai do të krijojë një grup parlamentar me besnikët e tij që do të vijojë t'i bëjnë fresk edhe në 12 maj. Berisha shkeli me të dyja këmbët statutin e PD-s dhe premtimet e veta dhe u pa qartë se ai as nuk e ka ndërmend të mund Edi Ramën në zgjedhje. Me kë do e mund me Jen Sherin, Kostaq Papën apo me Kujtim Gjuzin, apo mos do e mundi duke çarë votat e djathta mes tij dhe Lapajt.